Ministri i Mbrojtjes Piro Vengu e konsideroi marrëveshjen për mbrojtje dhe siguri mes Shqipërisë, Kosovës dhe Kroacisë si një bashkëpunim të natyrshëm mes tre shtetësh sovrane. Në një reagim në rrjetet sociale, Vengu nënvizoi se si aleati kanë një vlerësim të njëmend mbi kërcënimet që synojnë të pengojnë të ardhmen evropiane të rajonit tonë. Ai thekson se kanë vendosur që të bashkëpunojë për të rritur kapacitetet mbrojtëse dhe për të mbështetur integrimin e Kosovës në mekanizmat rajonal. Ndërkohë, Vengu shpreh se Serbia, duke ndjekur prej 2 vitesh një politikë të karrikës boshe në iniciativat rajonale, ai ka pezulluar në mënyrë të njanshme vetes mundësinë për të nxitur ose për të marrë pjesë në konsultime shumëpalëshe. Ky pezullim, që është në dorën e Serbisë, në lihet me një anë, e bën të kot çdo narrativ viktimizuese që vjen nga qeveria serbe, theksoi Vengu. Ministri i Mbrojtjes deklaroi po ashtu se në historinë e saj, Shqipëria nuk ka precedent marrëveshjes ose traktate të fshehta në dëm të fqinjve, siç e kanë pasur shtetet e tjera. Ai ndër të tjera shtoi se përdedhoi krahas kurreshtjes së ekspertëve në drama rajonale dhe në atyre që mezi presin të gjejnë një vesh për të dëgjuar rënkime, nuk e kemi as pak problem të publikojmë marrëveshje tripalshe. Marrëveshja tripalshe në fushën e sigurisë dhe mbrojtjes u nënshkruan në 18 mars në Tiranë, pas takimit ndërmjet ministrit të mbrojtjes Piro Vengu, zëvendës kryeministrit dhe ministrit të mbrojtjes të Kroacisë Ivana Nusic dhe ministrit të mbrojtjes së Kosovës Ejup Maqedonci.